dhe ligjore korrupsionin. Mirë, kryetari i Partisë Socialiste në këto momente po ashtu është duke mbajtur fjalën e tij në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste, ndjekim në transmetim të drejtë për drejtë. Pasur parasysh në radhë parë ata që janë më në nevojë. Dhe në ndërkohë, për të adresuar edhe një herë çdo diskutim legjitim edhe çdo propozim që vjen nga rrugë të ndryshme në Mexhelisin publik, ne këtu në këtë fazë që nuk e di askush sa do zgjas, në radhë parë kemi në vëmendje pensionistët dhe nuk do të bëjmë asgjë që nuk do të shkojë për të siguruar ata për spaj. Këtu do ta dinë që të gjithë. Sepse në fund të ditës, nëse çmimet impaktohen, pensionistët janë ata që e vuajnë më shumë se sa të tjerët impaktin mbi çmimet. Nga ana tjetër, kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror i cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Në ndërkohë që jemi në fund të një procesi që do të materializohet, besojmë, në muajt, 1 apo 2 muajt në vijim, për të futur 2 komponentë të ri në monitorimin e tregut naftës, që do të sjellin, jemi të bindur, rezultate të shpejta, edhe në aspektin e evazionit dhe të kontrabandës së naftës, e cila vazhdon të jetë prezente në sektor